mirë se erdhët në studio, kënaqësi që ju kemi. Faleminderit, gjithashtu për një kënaqësi, jashtëzakonisht shumë e madhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, zotëri Ismail. Atëherë flasim për një organizim, një akademi përkujtimore, që është mbajtur ditë më parë, organizuar nga komuna e Malishevës për komandant fytyrën. Apo ju na trego pak më shumë rreth këtij organizimi. Fillimisht faleminderit për ftesën dhe mundësinë e dhënë që të pasqyrojmë një aktivitet i cili ka qenë shumë i rëndësishëm për historinë e komunës së Malishevës, e që bëhet fjalë për një burrë të kësaj komune, Nasser Shola, që ka qenë njëri prej themeluesve të celulave të para të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, njëkohësisht edhe veteran i kësaj lufte. Prandaj për neve, për komunën e Malishevës ka qenë derë dhe respekt që të jemi në cilësinë e një kuqirit përkatësisht të organizimit e kësaj ngjarje e cila për neve ka qenë me rëndësi shumë të madhe, sigurisht edhe historike, mirë po edhe në aspektin e angazhimeve të njerëzve të cilët kanë dhënë jashtëzakonisht shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Thash më herët që komandant fytyra Nasser Shola është njëri prej themeluesve të parë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në atë zonë, ku unë personalisht kam pas fatin përkatësisht nderin që njëkohësisht me Nasserin të studiojmë bashkë temi dhe cimer. Në atë kohë kemi banuar në shtëpinë e Zotit Limaj me Recep Selimin, me Demir Limajn, me Ali Gjeliqen dhe shumë shokë të tjerë, të cilët më pas të gjithë këta jemi angazhuar në strukturat apo jemi antarësuar në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Sa janë të veçanta këto festa, përkujtime, përvjetore, këto akademi që organizoni, marrë parasysh që ju jeni edhe mik i afërt i komandant fytyrës? Nasseri, siç e tha dhe kryetari, ishte një luftëtar i ditëve të para të lirisë, një udhëheqës i ditëve të para të lirisë. Mirë po, Nasserin ne nuk e kemi dëgjuar asnjëherë të fliste në veten e parë, për veten e tina. Për Nasserin ka fillu të flitet pasi ka ndrru jetë dhe në akademinë përkujtimore erdhen dhe e nderuan personalitetet më të larta të luftës, siç ishte Fatmir Limaj, Ramush Haradinaj, Agim Çeku, Fatmir Shurdaj dhe kryetari normalisht i prezent në akademi, ku folën fjalët më të spikatra të një luftëtari të luftës tonë çlirimtare. Ama po thoni, pse kështu? Vetëm pas vdekjes, sepse ka ndruar jetë para një viti, vetëm pas vdekjes po i vlerësojmë ata të cilët u mbjetuan dhe udhëheqën luftën çlirimtare të Kosovës. Pse po ndodh kjo, kryetar? Pse nuk po i nderojmë këta ushtar, edhe ju bashk, edhe plot të tjerë ushtarak të UÇK-s në kohën sa jeni? Keni plotësisht të drejtë, sepse sistemi i vlerave të cilën e ka krijuar historia, që janë barsit përkatësisht pjesëmarrësit e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, nga njëherë neve na shkoqin nga vëmendja jonë, edhe nuk i respektojmë sa kanë jetën aktive, përkatësisht sa e ngjallë. Mirë po, gjithmonë ne angazhohemi apo përpiqemi që mbas vdekjes apo post mortem të rikujtojmë angazhimin përkatësisht aktivitetin e tyre patriotik. Kjo është ndoshta një jo e mirë e shoqërisë tonë, përkatësisht e njerëzve, po edhe ata që udhëheqin institucionet, sepse do duhet që njeriu apo patrioti, adetari, aktivisti, ai i cili ka marrë pjesë në procese të rëndësishme kombëtare të vepra tina të përmendet apo të lartësohet se është gjallë. Mirë, po tashmë kjo sikur që është bërë një praktike keqe, e cila do duhej që sa më shumë sa më pak faktikisht ta praktikojmë. Ju thatë që njerëzit të cilët veç post mortem, sigur që është rasti edhe në Malishevë, ku ne japim çmimet si kuvend komunal, e gjithmonë po na bie që të japim këto çmime për trimëri dhe heroizëm mbas vdekjes, domethënë post mortem, ndërsa nuk po kemi mundësi që të japim këto çmime njerëzit sa janë gjallë ata të cilët kanë tribuar. Në këtë aspekt edhe Nasser Shola, komandant fytyra, sikur që tha edhe Ismaili, që gjithmonë ka qenë modest në përmendjen apo në theksimin e jetës e tij përkatësisht aktivitetit e tij ushtarak dhe patriotik. Gjithmonë ka qenë një ideal i heshtur, një ideal shumë i kujdesshëm, fisnik, bujar, mirë po ne shoqëria tina përkatësisht ata të cilët kemi pas rastin të jetojmë, të punojmë
të kontribuojnë për atë në periudat të ndryshme kohore, e ndjejmë me respekt të jashtëzakonshëm shumë të madh jetën dhe veprimtarinë e këtij djali përkatësisht këtij burrit komunës Malishevës. Cili ka qenë roli i tij në kohën e luftës? Në cilat zona ku ka dhënë kontribut më shumë? Në thash edhe më herët për kontributin e tij dhënë luftës tonë të lavdishme kanë fol generalët dhe figurat eminente të luftës. Unë doja të fokusohesha edhe pak në periudhën e pas luftës, sepse Naseri në shtetë ndërtim mori pjesë aktivisht, jo edhe pas 99-ës. Dhe më thonë, a ishte pjesë përbërëse e themelimit të shumë institucioneve, e fuqizimit tyne dhe punoj aktivisht në disa institucione të rëndësishme të shtetit, si që ka qenë QKU, ARKEP, Agjencion të Prunës, ku la gjurëm të pashlyshme të punës e aktivitetit të tina. Me thonë drejtën shoqërinë tonë kalon një bështëllëk të madhë, sepse ai ka qenë një personalitet shumë i veçantë, me një forcë morale të jashtëzakonshme, një njeri jashtëzakonisht pozitiv dhe kishte një energji të pashtjershme për të bon mirë të tjerë. Dhe më thonë, kurdo që ja ka mësy ose i ka trokit Nasiri, si pishëshnijës edhe të tjerët, Nasiri është bon pjesë e zgjidhjes atij problemit. Ka qenë me një fjalë ai bushti i shoqërisë tonë dhe kam frikë që shoqërinë tonë nuk ka në njëri që mund ta zënë këtë vend, këtë bështëllëk që në kalon. Kanë qenë sigurisht prezent dhe familjarët në këtë akademi përkujtimore? Patjetër, po në këtë akademi përkujtimore, ku kanë marrë pjesë më shumë se 600 vetë, ishin prezent figura nga të gjitha trujet shqiptare, mysafir nga Shqipëria, nga Macedonia Veriut, nga Presheva, nga familjet të dëshmurëve, invalid luftës, të gjithë kanë qenë pranishëm dhe me të thonë drejtën në këtë akademi në kanë nderu edhe sepse ka pas një nivel të lartë artistik me nëkrye, dhe me thonë, grupin Besjana dhe të mirët e kombit, të cilët dua që në emër të familjes e shoqërisë dhe gjithë atyre ti falenderoj shumë për performancën e lartë që kanë pas në këtë akademi. Solisja e njohur Besjana Mehmeti, e cila kishte rastin edhe ne kishëm nderin që tjetë edhe moderatore e këtij eventi, e kësaj akademie, ka pas një performancë të jashtëzakonshme, sepse ndashtë shumica prej të pranishmeve aty kanë qenë lajik të artit, mirë po, qka është mirë gjithë e dinë, edhe këtë kontest kemi pas shumë falenderime, mesazhe. Se u zgjodh pikërisht teksti i shkruar nga Recep Selimi, për shkak të përgjithësisë apo pati diçka më të madhe? Nëse më lejohet, në këtë akademi janë kënduar 2 këngë kushtuar Naser Shalles. Njëra ka qenë interpretuar nga tenuri i mirënjohur Shkodran Tulaj, me tekst të Faruk Tashullit dhe orkestrim të Edmond Zhulalit. Këngë për Nasirin, një këngë kushtrimi. Këngë kushtuar Enkas Naser Shalles, komandant Enkas Naser, po. Këngë kushtrimi, çfarë edhe ai i kishte qef këngët. Po. Dërsa kënga dytë u këndua nga rapsodët lokal, Zeni dhe Sinani, me tekst të shkruar nga Recep Selimi, një shok i ngushtë i Nasirit, një shok i studimeve dhe i luftës. Pra të thëtë, kanë qenë të afërt me Recep Selimin? Jashtëzakonisht të afërt. Shumë mirë. Në këtë tekst, në ka po përshtypje që Recepi kishte shkruar në detaje jetën dhe veprat e Nasirit dhe i kishte përmbledhur në një këngë që me thot drejtë në kam emocionu. Kur është shkruaj tekst? Në Hagë, shkruaj para 2 muaj, ndoshta. 2 muaj, tash do të rishtazi në vdekje, pas vdekjes. Të 2 këngët janë interpretuar për herë të parë në këtë akademi. Interesant, besoj që edhe me dëgju, e di që kemi edhe pamje, besoj shikusit nëse janë kurioz mund futen edhe gjenë më tepër detaje, nga që nuk kemi të drejtë të transmetojmë shkak drejtave autoriale, por që
interesant me dëgju se si tingëllon kënga që Recep Selimi ka shkruar. Do thotë kryetar, kanë mundësi njerëzit me kontaktu në këtë rast edhe me ata që janë në Hagë për kësi lloj shkëmbimesh, tekstesh, mesazhesh, edhe tekstet këngëve. Si arritet me komuniku me zotin Selimi për që të merrni një tekst të tillë që të bëhet me pas edhe këngë? Po, sigurisht që të burgosin në Hagë kanë ndoshta edhe të drejtë të shkruajnë këngë të tilla apo të përkushtojnë personalitete apo njerëzve me të cilët kanë bashkëvepruar. Në këtë rast edhe Rexha ka shkruar këtë tekst të cilin e ka përcjell përmes familjarëve të tij gjatë vizitave, ndërsa nuk di më të tjerë se si ka dalë tekst. Mirë, po megjithatë sigurisht që përmes familjarëve është dërguar teksti e që është orkestruar me vonë nga rapsodët që i përmendi edhe Ismaili. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot në studion e programit të mëngjesit. Kënaqësi kryetar, urojmë shumë suksese, shpresojmë që edhe jo vetëm këto akademi përkujtimore, por ta promovojmë punën tuaj sa që ju dëshironi. Tash fasnjat për shikuesit e programit mëngjesit. Faleminderit shumë për mundësinë. Kënaqësi. Faleminderit shumë zoti Shurdhaj, kënaqësi që ju patëm në studion e programit tonë. Faleminderit. E ne takohemi përsëri në orën 9. Ndërkaq me që shkuat tani për parashikimin e motit.